Do të flasim për festivalin Mbar Kombëtar të Humorit, që është zhvilluar nga data 4 dhe sot është nata e fundit. Do të flasim si ishte ky festival, çfarë ka ndodhur brenda këtij festivali, a ishte në lartësinë e duhur apo jo, e shumë çka brenda këtij konturi me regjisorin Arben Averi. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta përsëri dhe përsëri shumë faleminderit dhe ndjehem shumë mirë që jam në këtë televizion që meriton konsideratin dhe respektin tim. Ju falenderoj shumë që erdhët sërish. Ju kemi ftuar me një qëllim të veçantë për të diskutuar për festivalin Mbar Kombëtar të Humorit. Si ishte ky edicion? Me e drejt pyetja, sepse tërheq vëmendjen një ngjarje artistike, sidomos në Shkodrën e Kulturës. Siç dihet, qyteti i Shkodrës ka standard mjaft të spikatur në arenën lokale, kombëtare dhe përtej kombëtares, qyteti i Shkodrës tërheq vëmendjen për aspektet e saj kulmore në histori, por le të ndalemi në kulturë. Kështu që çdo event i cili organizohet në këtë terren të quajtur qendër kulturore apo ndryshe Shkodra e Kulturës, tërheq vëmendjen dhe meriton edhe gjithashtu të shikosh, të ndjekish dhe të marrësh pjesë në këto ngjarje të mëdha kulturore. Duke folur për festivalet, gjatë punës si regjisor, jo sa e kam kërkuar, po është vetë puna që i afron, kam krijuar dhe kam patur mundësinë të kem përvojën e festivaleve si organizime të brendshme, ashtu sikurse edhe si ngjarje artistike e cila u transmetohet spektatorëve. Kështu, nëse mund të vazhdoj. Patjetër. Kam qenë pjesë e festivalit i cili emërtohej e shtunda gazmore e një qyteti. Ka qenë një serial i cili shfaqej edhe në televizion, sepse regjistrohej dhe gjithashtu ndiqej drejt për drejt edhe në sallën e Estradës së Tiranës. Dhe kjo eksperiencë edhe kjo përvojë, dashje pa dashje, më afroi me mundësinë të njoh, jo vetëm nga pjesëmarrja, por edhe të njoh edhe nga brenda mënyrën se si mundet të organizohen të festivale. Kështu, në këtë festival, ku paraqit edhe Shkodra, pra trupa e Estradës së Shkodrës, së pari u ndërtua një staf për organizimin e këtij festivali. Staf i cili përfshinte jo pak emrat njohur të asaj kohe, por edhe që mbeten personalitetet të fushës së artit. Kështu, unë pata fatin të jem në një staf me Mirush Kabashin edhe me Koço Devolën. S'po përmend emrat të mëdhenj. Nuk e kam një idenë se sa të zhdërvjellt, sa të shkath, sa të zot, sa të mpret ishin edhe si organizator. Unë kam patur mundësinë të jem në afërsi tyre, sepse isha pjesë e stafit të organizimit të këtij festivali dhe kryesisht për Estradën e Shkodrës. Kështu që, dashje pa dashje, mundemi që të parafrojmë këtë parametër të një festivali kaq të rëndësishëm, siç ishte e shtuna gazmore një qyteti, me festivalin i cili formalisht na quhet Mbar Kombëtar i Humorit. Festival Mbar Kombëtar i Humorit. Ky është emërtimi, kjo është emërtesa që i kanë dhënë iniciatorët, sepse organizator nuk ka ky festival, i kanë dhënë këtij eventi ose kësaj veprimtarie që quhet festival. Them nuk ka organizator, sepse një njeri vetëm nuk mund të quhet organizator i një eventi kaq të rëndësishëm, përveç se kur do ta nënvletësosh një aktivitet, pavarësisht se e emërton Mbar Kombëtar të Humorit, por në qoftë se ti nuk ke ndërtuar një staf legal, jo ilegal, po staf legal, ku të gjithë ne të shohim kush është.
kush janë pjesëtarët e këtij stafi. Nuk ka rëndësi kush është i pari apo kush janë pjesa. Kjo është. Por ti duhet na tregosh kush janë. Po të shohësh afishimin e këtij eventi, që na quhet Festival Mbarkombëtar, nuk ekziston. Është një person që edhe flet në telefon apo edhe flet drejt për drejt, merret me ca gjëra, por nuk ke një staf të dukshëm, të dallueshëm, i cili të jetë edhe si thua një lloj patente për edhe një lloj garancie për njerëzit për shkuar për ta parë. Mendoj. Kjo po, por edhe duhet të jetë pjesë që e përballon mundësinë të organizojë, sepse këtë tash po mundohem ta parafroj. Pra, e shtu nga zmori i qytetit që unë besoj se edhe brezave i ka, i ka tërhequr vëmendjen, sepse mund gjenë në rrjetet sociale, mund gjenë edhe këto shfaqje që janë dhënë në këtë festival, dhe shikoni me kujdes. Organizatorët janë munduar edhe të gjejnë emërtesën e përshtatshme. Sa bukur. E shtunë gazmore e një qyteti. Pra, nuk është quajtur festivali mbarkombëtar i humorit, hajde, pupla shumë, mish shumë pak. Kjo është e para. Pastaj, duke e parafruar përvojën time, duke parafruar atë impakt që dha ky festival dhe jo vetëm ky, në këtë festival Shkodra zuri vendin e parë. Nuk kishte ndarje çmimesh, me dhanë një copë bakër e kështu, po punë e madhe Shkodra zuri vendin e parë. Po kështu ka patur edhe një festival në vitin 96, ku përsëri Shkodra është paraqit. Në të dy këto raste kam qenë unë regjisor dhe kemi marrë çmimin e dytë. Na mori Durrësi çmimin e parë. Adil Hasa, Haxhira, u treguan shumë zërvjell, bën një shfaqje me të vërtetë interesante. Kështu që nëse e parafron gjithë të përvojë traditë, se më vonë nuk ka patur, u zbehen këto organizimet e festivaleve, për të mos thënë që munguan fare. Kështu që dashi pa dash, ne do të marrim parasysh këto festivale të cilat e kanë dhënë impaktin e tyre. Dhe i parafrojmë me festivalin mbarkombëtar të humorit, sikur se quhet. Po. Mirë po. Në një festival janë të domosdoshme prurjet dhe risit. Po. A i kishte ky festival? Absolutisht, mungojnë, sepse në qoftë se në festivalet e më përpashme merrnin pjesë trupat profesioniste, si vjet trupat profesioniste nuk ekzistojnë. Në Shqipëri nuk ka më estrada, nuk ka më trupa estrade. Atëherë, në qoftë se nuk ka estrada, s'po them tash kështu me termin e plot, trupa estrade, nuk ka estradë Durrësi. Është mbyll, është shu, nuk ka. Nuk ka estradë Tirana. Është mbyll, është shu. I kam afër shtëpisë. Ali Bajgon, Kosta Kamberin, këto që janë akoma. Korça, është mbyll. Është mbyll edhe siç kanë qef disa të quajnë, është mbyll legjenda, është mbyll estrada Shkodrës. Nuk ekziston. Janë vetëm 3 veta, të cilët sa më tepër ka lënë koha vjet në diskutim, nëse munden të përballojnë skenën, ka lënë koha, s'ke çfarë. Nuk është puna që tash të presish që sot vinë skenë të japish garrige, ulu edhe sepse humbet gjithçka. Humbet skeleti kryesor i një shfaqje që është mizanskena. Në televizion është e pranueshme që të rish ulur, po jo në skenë, jo në teatr. Kështu që cilin burim ke shfrytzuar, ose cilët janë ato burime që ke shfrytzuar, që ti mbledhesh në një festival, sepse që të kesh festival, duhet të kesh produksione, duhet të kesh produksione të estradës, të humorit. Estradat nuk janë. Çfarë përfshin, çfarë bashkon festivali?
do të bashkoj prurje, do të bashkoj shfaqje. Ne më përpara, kur estradat ishin aktive, nuk ishin mbyllura të kyçura si që janë sot, ne bënim shfaqje. 1 premierë, 2 premiera, 3 premiera në vit, nuk ka rëndësi. Pra kishte prurje. Dhe estradat kanë shumë rëndësi të jenë dhe duhet ishin, sepse janë njësi artistike të përqendruar. Që do të thotë, në një estradë ke aktor që bëjnë parodi, ke aktor që luajnë skeqin, ke aktor që bëjnë imitimin. E kështu me radhë janë gjithë elementet brenda. Ndërsa në qofse e shkrin estradën, bashkë me ta heq edhe çdo element të kësaj gjinie. Nuk ke më njerëz të cilët të avancojnë me këto element me të cilat punon estrada. Pra zhduket, atëherë nga zhburime e more humorin për ta sjellë në festivalin e Shkodrës. Janë mbyll gjitha, nuk ka. Atëherë ku e more? Atëherë i bie që ke mbledhur çfarë ka diku atje, diku aty, po gjithmonë në numra të reduktuar. Pak njerëz, sepse nuk i merr dot në mënyrë të përqendruar, sepse nuk ekzistojnë si njësi artistike estradat. Nuk i merr dot. Do t'i marrish në mënyrë gati shoqërore me telefon, apo vjen. Nuk i kontakton dot. Ndërsa për festivalin që krisja unë, ishte ndërhyrje institucionale. Televizioni shqiptar bashkëpunonte me Bashkinë e Shkodrës, bashkëpunonte me Teatrin e Shkodrës, dhe kështu trupa, e cila ishte e plotë dhe komplete, paraqitej në festival. Kurse sot, nuk ke produksione humori, atëherë çfarë do bësh, do i marrësh nga rruga. Nga rruga do të marrësh njerëz që kanë diçka të xhepit, që kanë diçka të tyre personale, pra nuk kanë një marrëdhënie kolektive siç është kriteri kryesor i artit. Kriteri kryesor i artit, pasi edhe skena dhe teatri vepron me ligjshmëri, me rregulla, nuk vepron as me telefona dhe as me shoqëri, apo vjen ti apo nuk po vjen ti. Ajo ka një seri rregullash të cilat duhen zbatuar. Dhe një ndër këto është edhe që mënyra se si paraqitet në skenë një realizim artistik. E kuptoj. Për të bërë pak avokaten e djallit, fakti që ne nuk kemi ekstrada, a i legjitimon këto mënyrat e reja, novative, le t'i quaj, për t'i thirrur njerëzit në këtë festival, se tani fakti që nuk ka estrada, nuk do të thotë se nuk do të bëjmë më festivale humori. A mundemi ne ta legjitimojmë deri në një farë pike këtë ftesën që ti thua gati edhe shoqërore? Më vjen mirë shumë. Je vajzën për ti sjell me këtë pyetje problemin më delikat të asaj çfarë duhet jetë në këtë situatë. Pra, heqim dorë që është festival ndërkombëtar i humorit, sepse s'ka prurje, s'ke qa merë. Dhe vim tek natyrshëm, vim tek mundësia e asaj çfarë na paraqitet. Por aman, nuk është më festival. Dakor, le të jetë. Le ta quajmë festivalin e stand-upeve. Bijem dakord, nuk ka. Po festival mbarkombëtar i humorit, pra të ketë prurje nga Tirana, ketë prurje nga Korça, ketë prurje. Një person i vetëm nuk e sjell dot prurjen e Durrësit, është merr. Qyteti, e vërtet. Është merr, nuk ta beson. Dhe unë e vlerësoj shumë pyetjen tuaj për këtë gjë tjetër. Lihen e domosdoshme. Atë shpenzohet, atë investohet. Për këtë e vlerësoj pyetjen tuaj. Në prurje stand-upeshe, jo stand-upeshe, batuta xhepit, humor xhepit, apo të investojmë në qëmësin tonë, në veten tonë, pra të investojmë që të hapim estradën, jo të mbajmë me qelës. Dhe estrada nuk mahet e hapur në qoftë se një grup i vogël njerëzish e atrofizon marrëdhënien me estradën. Pra nuk lejon tjerët që t'i afrohen estradës. Sepse duam ta shfrytëzojmë ne me famë, me mundësi investimesh e tjerë. Duam t'i kemi për veti, nuk duam t'i japim njëri tjetrit. Ndihemi vetëm ne 2-3, a 4-5 edhe bashkia na pranon. Po, kështu na pranon bashkia. Është keq përdorimi i bashkisë, ja. Dhe
a duhet ketë një investim në vazhdimësi dhe në vijimësi për gjininë e humorit, apo të mbetemi që një herë në vit të rasim ja 4-5 vetë që të na bëjnë stand-up-e dhe pastaj këtë ta quajmë festival mbar kombëtar të humorit. Pupla shumë, mish aspar. Kësa i thojnë, kur mungon gjithçka, të nisesh për peshk, përgatitesh për të zënë peshk, po afër e rrotull nuk ka as lum, as liçen, as det. E kuptoj. E kuptoj. Dhe situata është vërtet e vështirë, po si mund ta gjejmë një zgjidhje në këtë moment që ne jemi? Si mund ta gjejmë një zgjidhje? Pra, cila do të ishte ajo rrugë, ajo mënyrë për ta rikthyer edhe një herë në aty që ti thua, gjithçka institucionale, sipas rregullave të caktuara, sipas një lloji edhe tradite, se ka tradit ky qytet. Jashtëzakonisht. Nëjla ka një tradit e cila të paktën për ne që kemi qenë edhe pjesë, jo vetëm e kontributit, por kemi qenë pjesëmarrës, ma i kemi pa direkt se si janë krijuar dhe si janë realizuar të gjitha zhanret skenike. Sjell një pyetje që të vënë siklet, në fakt. Shiko, jeta bën saja. Në qoftë se do ishte gjallë Paulin Preka, nuk do ishin 3 ikona, po do ishin 4. Qoftë se do ishte gjallë akoma Tano Banushi, nuk do ishin 4 ikona, po do ishin 5. Tani pse jeta i 4 ligjet e veta. Po pse vetëm 3 ikona kemi ne, s'kemi ne? Nuk mund quhet kjo. Nuk duhet ta pranosh. Janë një arall e jashtëzakonshme artistësh në kohë më përpara, pak më vonë dhe deri më sot po e pranoj, që kanë dhënë dhe po japin një kontribut të jashtëzakonshëm. Kontribut artistik. Po. Nuk mund ta mbledhish, se pastaj vim të përgjigja e pyetjes që sa po shtrove. Pse nuk ka? Po s'ka se e ka atrofizuar, e ka marrë për vete. Nuk lejon kërkën të afrohet. Ke dëgjuar ndonjëherë që në njëri prej këtyre ikonave ngri zërin e thotë është mbyllë strada, çapo bëhet? Këtë shqetësim që e sjell ti. Ke dëgjuar? Jo. Sepse kanë atë meslisin e tyre, janë brenda atyre kufive ku njihen mirë ngrohtë, ne dalim skemë. Ne i marrim ato shpërbime. Ç'na duhet? Unë që jam jashtë, që kam një aktivitet jashtë teatror, jo duke qenë brenda pjesë, më dhimbset jo për arsye se kam kontributin tim. Por jo, janë disa standarde, të cilët janë vendosur mbi bazën e një sakrifice të madhe artistike. Unë kam lënë gati një farë mënyre, masdore, gjërat të jetës time personale, se gjithmonë nuk kam qenë të mosh, kam qenë edhe i ri, për t'ja kushtuar teatrit. E vërtet. Dhe jo vetëm që më dhimbsen sepse janë pjesë e kontributit tim, ashtu sikurse edhe kolegëve dhe njerëzve të respektuar e të nderuar teatrit, por nuk duron që guxoj dikush dhe ti cënoj, ti prek, ti ul, ti shëmtoj këto standarde. Shfaqja e natës parë e kësaj që quhet Festivali Mbar Kombëtar, mbante element të shëmtuar, element të pisët, element të ullët, të papranueshëm skenikisht, të papranueshëm edhe në mënyrë sociale. Si mund t'jesh në një shfaqje ku nxirren vulgaritete, banalitete në një mënyrë të pabesueshme? Si ka mundësi? Pritet kjo nga estrada e Shkodrës? Pritet kjo që s'ka ndodhur kur, derisa u mbyllën nuk ka patë. Pasi, sidomos ta vitet e fundit, e kemi skenën një vend ku vetëm zbrazet banaliteti, vetëm ku zbrazet vulgariteti. Kështu ndodhi edhe në natën e parë të Festivalit Mbar Kombëtar. Atëherë, çka ka ndodhur? Ka ndodhur ajo që bëhet pyetje. Si mund bëhet më mirë? Si mund bëhet më mirë? Nuk ka staf. Gjitha bëhen në mënyrë ilegale. Nuk merret vesh kush organizonte, kush merret. Po si ka mundësi ta bëjë një njeri vetëm? Unë ju thash, kam qenë unë kam qenë i fundit.
E përmenda i pari. Koço Devole, Mirushka Bashi, për të mos thënë stafin e televizionit shqiptar. Po ishim legal, ishim të njohur. Po ashtu, edhe në përzjedhje. Po ç'është stand-upi? Kam lejuar të vazhdoj? Po patjetër. Ç'është stand-upi? Stand-upi nuk është krijimtari. Stand-upi është komunikim publik. Po. Komunikim publik. Nuk është diçka e krijuar, sidomos në një proces artistik. Nuk është shfaqtuar në proces artistik. Nuk ka rëndësi prova, po nuk ka ngjizje artistike. Është një komunikim publik. Tani më duket u mbyll ose mund të vazhdoj një aktivitet që quhet Zërat e Jetës, ku artist, shkrimtar, aktor, muzikant, ngjiten në skenë. Shumë para pak kohësh ka ndodhur. Ngjiten në skenë dhe tregojnë mbresa, episode të jetës, fragmente nga puna, nga përvoja, po tregojnë. Me tregu. Kaq. Po nuk është krijimtari. Këtë mund ta bëj kushdo. Stand-upin e bën kushdo. Cili do në këtë televizion mund ta bëj stand-upin. Cili do në çfarë do televizionit, cili do studi intelektual, po çdo njeri mjafton të ketë për treguar diçka mund gjitet në skenë dhe të bëjë një stand-up. Po kjo nuk është humor. Nuk është krijimtari e cila i afrohet humorit. Ja e kuptoj. A patë mundësi të shohësh publikun, si e priti? Mbase edhe disa komente që mund t'i kesh marrë nga miq apo të njohur? Nuk e ke idenë çfarë publikut i mrekullueshëm. Edhe pse as nuk kemi festival, as nuk kemi konture të humorit në kuptimin e krijimtarisë artistike, po kemi nga xhepi. Po. Pse ka emra turq, edhe gjen ato emra të cilat kanë në kuptimin shqip kanë një vulgaritet krejtësisht e papranueshme, e pafalshme, e turpshme. Nuk mund tallesh ti emërtimet e një shteti tjetër. Pse në shqip ata tingëllojnë, po në italisht. Mund të marrësh diçka dhe ta kthesh në shqip. Është turpshme. Po jo, po nuk ka sens, jo vetëm kulturor, por kanë kulturë të njerëz ajo. Apo janë vetëm kështu për me hanë për aksione. Dhe spektatori është përsëri i njëjti. As do më ja ditë fare. Është bën një shfaqje shkeleshko, është bën një shfaqje shpejt, hadi me qenë se buxheti i bashkisë është i sigurt, bëjmë një shfaqje edhe ti bimë dhe daullave që po bëjmë hatarat mëja. Spektatori vazhdon të jetë konstant edhe i ndezur. E do teatrin. Natyrisht ka edhe preferenca humor apo dramë të tjera. Absolutisht po. Erben, unë falenderoj zakonisht shumë për këto kohë që na dhurove, për këto komente vërtet të vlefshme. Uroj vërtet shumë që të vi një ditë edhe të realizohen të gjitha ato që ti thua, ashtu siç duhet dhe me meritokrasi dhe të vazhdoj këto tradita të mrekullueshme që i kemi mbledhur ndër vite. Lund goja, kështu duhet jetë. Faleminderit shumë, ju falenderoj. Faleminderit edhe ju miq që keni përcjellë një intervistë të tillë. Urojmë ta kemi merituar privilegjen e kohës suaj.